Rusia dhe Shtetet e Bashkuara duhet të ndërtojnë një tunel hekur udhor Putin-Trump në ngushticën e Beringut për të lidhur vendet e tyre, në mënyrë që të zhbllokojnë eksplorimin e përbashkët të burimeve natyrore dhe për të simbolizuar unitetin. Kështu ka sugjeruar një prej njerëzve më të afërt të presidentit rus Vladimir Putin. Propozimi erdhi nga Kirill Dimitrev, i dërguari i investimeve të presidentit Vladimir Putin dhe kreu i Fondit Sovran të Pasurisë RDIF të Rusisë, i cili parashikon një projekt ndërtimi me kosto $8 miliardë të financuar nga Moska dhe partnerë ndërkombëtar për të ndërtuar një linje kurorore dhe mallrash prej 112 km në më pak se 8 vite. Dimitrev, i cili ka ndihmuar në drejtimin e një ofensive joshse ruse të projektuar për të ringjallur lidhjet SBA-Rusi, e hodhi idenë vonë të njëjtën pasi Putin foli në telefon me presidentin e SBA-s, Donald Trump, dhe ranë dakord të takoheshin sërish, këtë herë në Budapest, për të kërkuar një mënyrë për të ndalur luftën në Ukrainë. I pyetur të premten nga një gazetar për idenë gjatë një takimi në Washington me presidentin e Ukrainës Volodymyr Zelensky, Trump e quajti idenë interesante dhe e pyeti vetë Zelenskin se çfarë mendonte ai për të. "Nuk jam i kënaqur me këtë ide", tha lideri i Ukrainës duke shkaktuar të qeshura tek pala amerikane. Ëndra e një lidhjeje SBA-Rusi nëpërmjet ngushticës së Beringut pasqyron një vizion të qëndrueshëm nga hekurudha Siberi-Alask e vitit 1904 deri te plani i Rusisë i vitit 2007. RDIF ka studiuar propozimet ekzistuese duke përfshirë hekurudhën SBA, Kanada, Rusi, Kinë, dhe do të mbështesë më të zbatueshmen, shkroi Dimitrev në X. Ngushtica e Beringut është 82 km e gjerë në pikën e saj më të ngushtë dhe ndan rajonin e gjerë dhe pak të populluar të Chukotkës nga Rusia dhe Alaskën. Idetë për të lidhur ato kanë ekzistuar prej të paktën 150 vitesh. Ishujt e vegjël Diomede, njëri rus dhe tjetri i SBA-s, ndodhen në mes të ngushticës, vetëm 4 km larg njëri tjetrit. Dimitrev, i cili ka krijuar një marrëdhënie pune me Steve Witkoff, të dërguarin special të Donald Trump, sugjeron që kompanitë e mëdha të energjisë amerikane mund t'i bashkohen projekteve ruse në Arktik dhe propozoi që tuneli të ndërtohet nga The Boring Company, një kompani amerikane ndërtimi tunelesh në pronësi të miliarderit amerikan Elon Musk. Imagjinoni të lidhni SBA-n dhe Rusin, Amerika dhe Afro-Euroazin me tunelin Putin-Trump, një lidhje 70 miljesh që simbolizon unitetin. Kosto tradicionale janë mbi $65 miliardë, por teknologjia e Boring Company mund ta ulë atë në $8 miliardë. Le të ndërtojmë një të ardhme së bashku, i shkroi Dimitrev Muskut në X. Nuk pati ndërkohë asnjë reagim të menjëhershëm publik nga Elon Musk. Përtej vetë tuneli ndërtimi dhe përmirësimi i infrastrukturës në të dy anët e ngushticës do të kushtonte një shumë të madhe. Rrugët dhe hekurudhat ekzistuese të Chukotkës janë të rralla. Dimitrev tha se një plan për një urë paqeje botërore Kennedy-Rushov mbi ngushticë ishte propozuar gjatë luftës së ftohtë. Ai postoi një skicë nga ajo epokë e rrugës që mund të kishte ndjekur, me një grafik që tregon rrugën që mund të ndiqte tuneli i ri. RDIF-ja ka investuar dhe ndërtuar tashmë urën e parë kurorore Rusi-Kinë. Ka ardhur koha për të bërë më shumë dhe për të lidhur kontinentet për herë të parë në historinë e njerëzimit. Ka ardhur koha për ta lidhur Rusinë dhe Amerikën, shkroi ai.